A ka xhennet pa namaz? Ajt kallzon. Kretë pejgambert e kanë fal namazin. Allahu e ka ngrit Muhammedin, thot në qiell. Ka për qëllim Muhammedin alayhis salam. Po, se ne kur përmendim profetin alayhis salam, dërgojmë salavatet mbi ta. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Për sa i përket a ka xhennet pa namaz? Xhenneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar fut në xhennet kënd të doj. Është në dorë të Zotit gjithësisë. Po të ishte xhenneti në dorën tënde, në dorën time, atëherë është çështje tjetër. Po Zoti i gjithësisë e ka në dorë xhennetin. Allahu i lartësuar na ka treguar punë të cilat ta mundësojnë xhennetin. Po ashtu profeti alayhis salam na ka treguar në hadithet e tij punë të cilat ta mundësojnë xhennetin. Ndërto profeti alayhis salam thot në një hadith, kush, pra siç kuptohet prej hadithit, kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah hyn xhennet. Profeti alayhis salam e thot. Po ashtu vjen Kur'an se kush i bën innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Kush i bën idhujtari Allahut, pra adhuron dikë tjetër përveç Zotit gjithësisë, Allahu ja ka bërë atij të ndaluar xhenetin. Që nën kuptohet për këtij ajeti se nëse një njeri nuk i bën shok Allahut të lartësuar në adhurim, e beson Allahun e lartësuar, e adhuron të madhin Zot një të vetëm, beson profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta, ky njeri pra do të hyjë në xhennet. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Nuk ka musliman në botë që e mohon. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Allahu i lartësuar kur ja shpalli pra 5 namazet që i bëri obligim, e ngriti profetin ton alayhis salam në qiell. Pra dihet udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit. Nuk ka musliman në botë që thot pra mos më fal namazin. Të gjithë nxisin për me fal namazin. Dhe ajetet e hadithet janë të shumta, në mbi 72 ajete Zoti i gjithësisë në Kur'an porosit për faljen e namazit. Namazi kush i fal 5 vaktet, e dim që i premtohet xhenneti. Namazi është punë që nëse njeriu e bën, pra me lejen e Allahut të lartësuar, hyn në xhennet. Por një person i cili fal një xhumë, fal një baram, fal ndonjë namaz, nuk e mohon namazin, ka dëshirë të falet. Ne nuk gjykojmë për to se ti falesh kot pra përderisa falesh një herë në javë ose një bajram, jo. Përderisa ky nuk e mohon fenë e Zotit gjithësisë. Patjetër që ai që nuk fal namaz ka bëjë gjunaf të madh, se ka kundërshtuar urdhrat e Zotit gjithësisë. Por xheneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Dhe ne ftojmë të falet namazi, e këshillojmë çdo njërin që ta fal namazin. Dhe patjetër pejgambert e Zotit gjithësisë kanë fal namaz. Përmend Allahu lartësuar disa prej tyre në Kur'an. Pra prej cilësive të tyre, falja namazit. Dhe duhet me e fal namazin. Është në rrezik ai i cili nuk e fal namazin. Por xheneti është në dorë të Zotit gjithësisë. Pra siç e thamë edhe në fillim, profeti alayhis salam. Pra e thot, kush fjala e tij e fundit është la ilaha illallah hyn xhennet. Allahu na mundësov gjithëve xhennetin. Allahu ja mundësov çdo njeri që më fal namazin, që është porosia e fundit që ka thënë profeti alayhis salam pra para se të ndronte jetë. Dhe siç vjen në transmetim, pra e ka përsërit derisa pra nuk kishte më mundësi ta nxirrte zorin. Sallallahu alaihi wasallam.